Vizita zyrtare e presidentes së Indisë Draupadi Murmu në vendin ton u shoqërua me masa të rrepta sigurie edhe në Kërçov. Për disa minuta, komunikacioni në rrugën magjistrale që kalon nëpër Kërçov u bllokua për shkak të kalimit të autokolonës së presidentes Murmu, e cila po udhtonte nga Shkupi drejt Ohrit, ku po zhvillon aktivitete në kuadër të vizitës së saj zyrtare. Siguria ishte e shtuar si në tokë ashtu edhe nga ajri. Përveç pranisë së numrit të madh të forcave policore përgjatë itinerarit, mbi zonë patrullonte edhe një helikopter i cili monitoronte lëvizjen e autokolonës presidenciale. Masat e sigurisë dhe prania e helikopterit tërhoqën vëmendjen e qytetarëve të cilët ishin të bllokuar në rrugë. Pas kalimit të saj, komunikacioni u normalizua dhe qarkullimi i automjeteve vazhdoi pa pengesa.